7 personat e arrestuar në aksionin e policisë dhe Agjencisë së Kosovës për Inteligjencë, mbi të cilët rëndojnë 5 vepra penale të korrupsionit, kanë dalë para gjykatës me kërkesë të prokurorisë speciale për caktimin e masës së paraburgimit. Të arrestuar janë ish-ministri i Zhvillimit Ekonomik Fadel Ismaili, gjyqtari i themelores Jovica Mitrović, që ka ushtruar detyrën në degën Graçanic, si dhe Shaban Tërbunja, Goran Lazić, Bedri Dibrani, Mirlinda Bllata Dibrani dhe Naim Krasniqi. Sipas prokurorisë speciale, ata në bashkëkryrje dhe në vazhdimsi kanë kryer veprat penale të keqpërdorimit të detyrës zyrtare, marrjes së rishfetit, dhënies së rishfetit, ushtrimit të ndikimit dhe deklarimit të rram. Në dosjen e prokurorisë thuhet se gjatë periudhës 20 shkurt 2023 deri më 18 dhjetor 2025, ata ndërmarrën veprime për përfitim të kundërligjshëm personal përmes kompenzimeve për prona të shproncuara, duke shkelur ligjet për shproncim dhe duke realizuar propozim ankesa të paraqitura jashtë afateve ligjore. E pandeora Mirlinda Bllata Dibrani parashtron propozim ankesë në emër të pandeorit propozuesit Fadel Ismaili, apo pasi që kishin lëshuar afatin për më shumë se 8 vjet dhe përkundër kësaj, gjyqtari Jovica Mitrović si dhe kundër propozuesi Qeveria e Kosovës, e përfaqësuar nga avokatura shtetërore, nuk e kundërshtuan këtë rrethon, por u kujdesën që këtë rast, sikurse shumë raste të tjera në të kaluarën, ta përmbyllin me ujdi gjyqësore me datë 31/10/2025. Seanca dëgjimore për caktimin e masës së paraburgimit nisi në mesditë dhe nuk ka përfunduar ende. Në kërkesën e prokurorisë për caktimin e kësaj mase, jepen edhe detaje. Aty tregohet se më 9 dhjetor thesari i shtetit ka ekzekutuar në llogarinë të pandehures Mirlinda Bllata Dibrani pagesën prej 220.000 eurosh, shumë që është shpërndar më pas te të dyshuarit. E njëjta përmes 2 transfereve ja transferon të pandehurit Fadel Ismaili shumën prej 210.000 euro, i cili më pas mjetet e tërhequra ja dorëzon të pandehurit Bedri Dibrani, ku ky i fundit pastaj shpërndan në shumat si vijon: 4.000 euro te Jovica Mitrović, 5.900 euro te Shaban Tërbunja, 9.500 euro te Goran Lazić, 9.000 euro te Naim Krasniqi dhe 7.000 euro te Ridvan Krasniqi. E avokatët e ish-ministrit Ismaili kanë mohuar akuzat, duke thënë se ai është kompenzuar për një pronë që është bërë e papërdorshme pas shpronësimit të një prone të familjes. Kërkesa për kompenzimin e pjesës së mbetur ka bazë të qartë ligjore dhe raste të tilla janë të shumta në gjykatat e Kosovës. Zotëri Ismaili është përfitues në të njëjtën mënyrë si qytetarët e tjerë që kanë kaluar nëpër procedura identike, gjë që është lehtësisht e verifikueshme dhe mbështetur me prova konkrete. 7 të dyshuarit u arrestuan 2 ditë më parë me urdhër të prokurorisë speciale.